Mirëmëngjes. Uj. Këti mikrofonin? Po për atë më mendoja. Në çantë ka. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në një tjetër video. Prap nuk e ka mikrofonin me vete sot, por sot është dita e dytë që jemi në Pogradec, pra kemi ardhur ditën e premte dhe sot është e diel. Kemi dalë sot vetëm si familje e vogël, me djalin dhe me Stefan. Të ha mëngjes dhe të pim kafe, sepse mami donte të rinte në shtëpi, sepse do t'i vinë miq që të na takojnë ne në orën 12 dhe donte patjetër ta vënte shtëpinë aku. Ne do ham dhe do pim diçka dhe do blem ta gjëra që mamit i duheshin për miq dhe pastaj do shkojmë dhe neve në shtëpi. Kemi ardhur në Pogradec, si quhet kjo zemër? Fole. Është direkt domethënë jo direkt në plazh, po e shikojmë plazhin nga këtu mata rrugës. Dhe kishte edhe mëngjes, gjë që është një çike vështirë ta gjesh këtu, por duke qenë se këtu mendoj që ka dhe hotel sipër, ofron edhe mëngjesin. Kështu që kemi porositur mëngjesin, do e fillojmë ditën këtu, do shkojmë të bëjmë disa blerje për mamën, do është 8 marsi, kështu që do blejmë edhe një dhuratë për mamën, një dhuratë për motrën, dhe nëse burri mendon që dhe unë e meritoj një dhuratë sepse është 8 marsi, okay, nëse jo, s'ka problem. Nuk dëgjon fare çfarë them. Dëgjoj ti çfarë them? Flas për një dhuratë. Po, nëse unë meritoj një dhuratë sepse është 8 marsi, mund të ma blesh. Pse? Është 8 marsi. Dita e gruas. Nuk është 8 marsi. 8 marsi. Është sot. Ah, vërtet. Ne duhet marrim telefon mamin tënd tani zemër. Marrim Wi-Fi këtu dhe i themi të suar 8 marsi ose një mesazh. Pastaj kemi përbler dhe një mikrovalë, se mamit ishte për shumë mikrovala dhe tha unë do ta rregulloj, por ne do shkojmë të marrim një tjetër sepse unë nuk mendoj se rregullohet më ajo mikrovala dhe nuk dua që të stresohet duke marrë specialiste këtë gjë. Mua do ma vjedhi copyrighti. Ich sage das. Also im Kopf mal wie schön das Bild. Was machst du da? Was du da? Shikoni këtu janë trëndafilat sa bukur që bëhen në verë. Si ka mundësi që rriten kaq shpejt këto? Këtu që nga të shkurtra fare. Një xhiro në mëngjes nga liçeni nuk është asnjëherë ide e keqe. Edhe unë që kam haruar syzet, eci tani me një sy hapur, një sy mbyllur. Plani radhës është që do shkojmë në një optik, sepse edhe unë dua të blej syze diell. Djali është në makinë, do thoya në karrocë, është shumë i lumtur. Kurse neve po shijojmë të diellin, sepse mbas dite besoj që do prishet koha, të paktën kështu thot moti. Dhe le ta shijojmë tani paraditën. Pashi sa bukur këtu, një kafe në gjallë. Do bëjmë një gjë, do dalim nga ana tjetër nga Kapër Center dhe aty ishte një optik. Tek optika që erdhëm, Stefanit i lam takim për nesër, kurse unë po kërkoj për një pas syze. Me gjasme do kërkoja diçka pak më ndryshe, po prap shkoj te stili. Përfundoj këtu. Zemër, si të duken? Mua më pëlqej. Mirë, shumë jashtë. Duken Gucci zemër. Sa shko më nglita? Po duket mirë. 400. 400. Doti. Nuk jam alishtë. Problemi është ti haron gjithmonë. Problemi është? Ti haron gjithmonë. Gjinat hartoj ka shumë. Këto ishin syzet që zgjodha. Shumë të mira, shumë të bukura. Edhe pse do t'i doja ngjyrë kafe, por edhe e zeza besoj shkon. Ndaluam tek një optik dhe mora dhuratën e 8 marsit, që ishte një palë syze që janë të varur aty, nuk e di a duke. Edhe ajo goca që punonte tek optika më njihte, thot jam shumë e lumtur kështu kur njerëzit më flasin, kështu që lutem juve që më shikoni në rrugë dhe më flisni. Domethënë dhe keni turp të më flisni, ju lutem bëjeni.
Se më bëni të ndihem shumë mirë, më duket sikur vlerësohet puna. Më pëlqen. Se më shiko vit pas një jave, apo van hater das geschrieben. Ich komme nach einer Woche. Aha. Wann? Ab heute, ab gestern. Dhe po ju thosha që morëm një palë syze me ullje nga 260 euro, ose 20 euro, që më bërë me 70% ullje. Kështu që i mora, jo, nga 100, nuk e di, i mora për 80 euro. Ishin shumë të mira, shumë të bukura, më pëlqyen. Dhe si që po ju thoja, gjëja tjetër që do bëjmë tani, do blem dhuratën e 8 marsit për mamin dhe do t'i blem një mikroval. Nuk e di, po kur bësh, kur je mama, ose që ke shtëpi, ke familje, ke fëmijë, gjithmonë të bëjnë dhurata për shtëpinë. Edhe unë do t'i bëj mamin një mikroval, se ishte prishur ajo që i kam blerë ca kohë më përpara. Për motrën nuk e di. Kam një dhuratë nga Gjermania, mbase do t'ja jap sot, po mendova t'ja jepja nesër për datëlindje, kështu që mbase do t'ja jap sot. Mbase edhe një lule kur të kthejmë, por nuk e dija do kemi kohë. Ika unë. Ich gehe und du schwierig mit dem Ding. Vielleicht gehen wir so? Was denkst du? Ecëm aq shpejt në qytet sa që harrova që të xhiroj, porosita çdo gjë që më duhej për mamin dhe blevëm edhe mikrovalen. Tani do shkojmë ta marrim me makinë sepse ishte shumë e rëndë që ta merrim në dorë që atje. Dhe duke u kthyer rrugës. Morëm edhe 2 lule, një për mamën, një për motrën. Mamin gjithashtu i blerëm për atë mikrovalën, kurse motrës ja kam blerë dhuratën nga Gjermania. Kështu, tani do shkojmë të marrim mikrovalën, edhe shkojmë në shtëpi, se jemi pak. Djali deri tani fjeti, çdo gjë është okay, çdo gjë është super. Edhe koha është me diell, pa çka se moti e thoshte që sot do bjerë 50% shi. Deri tani nuk duken disa re në horizont janë, por jo shumë. Të shpresojmë se mbase do kemi kohë të mirë. Zemra mund të shkosh këtu, a? Po. Nicht bis zum Ende, okay. Jam një lokal. Na fal. Vendas. Po edhe lokal këtu. Lokal është më shumë bar, hajs lokal. Të trinken. Unë pa tjetër që kuptoj. Në tjali i kam varu këtë gjënë këtu për të luajtur dhe ja të luajnë. Jem në kasin tamam se shqiptar, pa sinjale. Hier überall parken Knopf. Ah ja, der kommt. Oi. E morëm dhe mikrovalen. Për nënën. Pum 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 pum. Normal. The semester is normal. It's little bit better or same. Any difference? Maybe a little bit better. Now That's better. see better. And what about this? Të thot, në të ardhmen do të vendosësh një progresive, ama i mësuar. Do thënë, ajzen është me dy fusha, larg dhe afër, por ti nuk e ndjen këtë.
ke një fushpamje të gjerë dhe momentin që lëviz kokën, e lëviz pa problem. Dhe do ndihesh super komfort, sepse do punosh në kompjuter, do ulesh kokën tek celulari, do lexosh diçka, do lëvizësh me karrigën tënde, do e mbash gjatë gjithë kohës. Madje, nëse dëshiron ta bën edhe syze dielli, e bën edhe syze dielli. Po si të dëshirosh, që ta kesh 3 funksione: afër, larg, makinë, diell, gjithçka. Edhe të mos i heqësh. Zakonisht, Xhapataize e kanë si jetë gjatësi 3 vite. Më kanë që ty nuk të ndryshon numri syve. Se ndoshta nuk je tek ne dhe je jashtë shtetit, ka një gjë, jashtë shtetit zakonisht okulisët ka një tendencë për të vendosur në ato shoh. Pasi porositëm syzet e Shtefan, erdhëm të pinim kafen e mëngjesit se nuk e kishim pirë në shtëpi. Edhe tani jemi të bllokuar këtu për gati 30 apo 40 minuta sepse Kiani na zuri gjumin në krahët e Shtefanit. Duke ndenjur mirë e bukur kur fillovi të mbyllte syt. Tani është akoma në krahët e Shtefanit. Krahët e Shtefanit patjetër që janë shumë të lodhura, por nuk duhet të lëvizësh fare. Edhe ne tani kemi marrë nga një pije tjetër se çfarë do bëjmë tani për gjysmore këtu. Ha? Kështu që Unë di çfarë të bëj. Ha. Pi birë. Ja. Një birë me birë. Një birë me birë. Unë kam lëng portokalli, kurse mami ka bravo. Pastaj të shkojmë të bëjmë një xhiro ande nga Triloni nga Tushemishti se duam të gjejmë një lokal apo një lokacion shumë të mirë se motra ka datëlindjen sot, edhe do ta çojmë surprizë të ham diçka si familje. Edhe pastaj në shtëpi do t'i japim dhuratën, ndërkohë që unë që sot në mëngjes gatova një tortë apo një ëmbëlsirë të vogël, do ja u tregoj kur të shkoj në shtëpi. Duhet të blej vetëm një qeri që ta fry dhe dhuratat që do t'i bëjmë gati. Ti mami, e ke dhuratën gati? Gati. Kur të shkojmë për në Drilon, do ju tregoj. Shtefani nuk ka parë asnjëherë Tushemishtin, ka parë vetëm Drilonin. Kështu që sot do t'i tregoj edhe pak Tushemishtin, po unë nuk e di cilat lokale janë të bukura në fakt në Tushemisht, kështu që do shikojmë çfarë mund të gjejmë diçka. Kjo është ëmbëlsira që unë bëra. Na falni për qiriu. Nuk gjetëm tjetër në këtë fshatin që jetonte mami dhe po e bëjmë gati kur të vi motra. Dhe ja ku janë dhurata mamit, dhurata jonë dhe pastaj do shkojmë për një drek. Gati, mjafton të vi vetëm motra për gjysmore vjen. Me për ty, shumë urime për Ildën, shumë urime për ty. Urime! Urime, Ildën! Edhe 100. Hadi yedi. Hadi. Mam, këlloj dhe kjane. U përpoq. Këlloj dhe mami që shëdu që të këmënja se unë zemrën. E me ndova. Fry. Bravo, urime. Aj gëzuar Ilda. Gëzuar. Edhe 100 të bësh. Rafsh, të realizoshin gjithë ëndrat e tu. Sapo lam shtëpin. Ku kemi ardhur Ilda? Në Volorik. Jo, gabim. Drilon. Jo, gabim. Tushemishti. Bravo. E gjenda. Mos njëra do dilte. Ka këto. Do gjejmë tani një restoran ku të ulemi dhe të festojmë datëlindjen e motrës së madhe. Stefani nuk ka qenë asnjëherë në Tushemisht brenda, kështu që është edhe për atë diçka e re. Faleminderit. Ju dua shumë të gjithë. Edhe ne. Jeni shumë të mirë. Të bëjmë pastaj edhe ndonjë foto të bukur kur të zgjohet Kiani në gjoli. Kështu. Salata, një salat bujtine që është me moll, me rukola, me fara dhe një salat Cezar. Duket super.
Dhëndri na shërben. Zemër, shiko sa ujë i pastër dhe është shumë i ftohtë. Kjo rruga goxha karakteristike e Tushemishtit, shumë e bukur dhe u kënaqem me ushqimin, u kënaqem duke parë këto apartamentet që kanë pak stil retro, pak të vjetër, shumë të bukura edhe shtëpijat. Edhe imagjino, qetësi edhe këtu. Nuk besoj se hyn dhe makina dhe është super. Shikoni sa ura të bukura. Po zemër, unë kam qenë nga ana tjetër e urës. Ha. Ja këtu lashin njerëzit atje te Olga, mami, filmi Olgës. Sa bukur zemër. Shi sa e bukur ajo atje. Wow. Mora.